Në sy më sy, kryeministri Rama e nisi komunikimin me ndjekësit në rrjetet sociale duke kërkuar falje dhe sqaroi termin e përdorur prej tij, autik politik. Sipas tij, autizmi politik është një term i përdorur në literaturën politike dhe akademike, por Rama është i vetëdijshëm se mund të jetë keq kuptuar edhe të ketë lënduar prindër të fëmijëve autik. Pas kam thënë e pas kam bërë gjëra që askush nuk i bën. Po cilat janë këto? Çfarë kam thënë unë faktikisht? Unë akoma sot nuk e kuptoj se në cilën nga gjërat që unë kam thënë, kam bërë gjësendi tjetër përveç se kam komunikuar hapur me publikun. Ka një gjë, ka vetëm një gjë për cilën kam kërkuar ndjesë, dhe edhe aty ka qenë një gabim krejt pa dashje, por ama gabim për cilin kam kërkuar ndjesë kur kam folur për autizmin politik. Autizmin politik për gjithë ata që janë të interesuar dhe mund ta kërkojnë, është një term i përdorur në literaturën politike dhe akademike, nuk është diçka e krijuar për të thyer apo për të lënduar askënd.